Ndryshe e shkruajmë dhe ndryshe është historia shqiptarëve, që nga antikiteti deri në modernitet, duke filluar nga libra shkollor deri te ato teksta akademike. Dhe për gjitha këto pasaktësi, mite, vërtetat pa vërteta mbi historinë e shqiptarëve, sot e kam të ftuar në emision një historian jo fort konvencional, kisha me thonë pak edhe special për shkak të profilit tij publik që e ka, e me mua në studio është Valon Sylla. Valon, mirë se ke ardhur. Mirë se gjitha. Besoj audienca e din që je historian, po pak të kumpato fol për histori. Ja 2 herë në kara bashkë neve dyve në debat, po jo shpesh. E sot kemi me folë për histori, larg politikës. Po mas folërime për emisionin, po më pëlqen shumë skenografia dizajne, edhe i ka vi Kosovës në emision që shto, tash më zbona si të njës të nishët kështu, po i ka vi Kosovës në emision për histori, sepse historia sot në ka metë, se me thonë, me konceptet luksus por botnore, në fakt, jena me një epokë digitale, ku qatë GDP-at ka lëzën ma shumë historinë, ashta se këtë librat që i kemi. Pikërisht neve na vjen një interpretim, mendoj unë, pak më racional mbi historinë, për çfarë arsye të kam në studio, kom pasur historian tjerë, po besoj nuk e kanë guximin ton, tash unë s'po bëna si shumë njerëz që bëjnë lavdata në emision. Po kështu. Po. Ja nisi me libra shkollor një herë. Në kanë veçorimin ton. Çfarë tekste shkollore sot ju servojmë fëmijëve ton, ku e mësojnë historinë me atë mënyrë që mësojnë? Po historia kosovarët shqiptarët përgjithësi nuk e kanë probleme me historian profesional, që sheni ju kolektit tu të institutit apo ata në Universitetin e Prishtinës, mund të ketë frikë ose mungesë guximi për mi thonë disa gjëra që janë, sepse një pjesë e madhe nuk e kupton pikërisht për shkak që librat shkollor janë pa lidhje. Ose janë keq, për shembull, librat shkollor ishtë dashtë me qenë kompresum në atë mënyrë edhe mi prek dykon një 5-6 periuda transishme të historisë tonë që ndihmon atyne ta krijojnë identitetin. Kosovarët sot më shumë t'i kanë probleme me identitet. Pse po menon që është no? Sepse ndikojnë pastaj rryma edhe ideologji e si të themi tjera. Tena historia ende ka dozën ideologjike që ka mbet nga komunizmi i Shqipërisë, Enver Hoxhës, institutit atje, pra ka si për shembull librin, tash mos t'i përgojojmë ata që i kanë formul, ose i kanë shkru libra shkollor, kanë punu për përpilimin e tyre, po për shembull e lert ndahen në 3 klasa, të ullt, të mesme dhe të lartë. Dhe me aristokracia, klasa e mesme... është koncept marksist, kjo klasa e ullt, klasa e mesme, klasa e lartë, kjo është domethënë koncept për Evropën, ose që me thonë epokën e industrializmit, që i thojnë ana epoka, ose epoka më e re e historisë, që ashtë e dojnë ana me historinë tradicionale, a në fakt, e lirtë kanë qenë sklavë prenarët më të mëdhaj. Biznes e kanë pas shqitjen e sklavëve. Për ata derivon edhe Ulqini, për shembull, si njëni për porteve kryesore edhe në mesjet, po flasim edhe për Ardiant, ose periudën e Teutës famshme, Agronit, Pinit, e kështu me radhë, do me thonë deri në Kartagjen, apo në Tunis të Sudit, Maghreb, që lidhe Tunisi, Algjeria e Maroko, kanë qu rëbë, dhe kjo s'ka qenë veç i lirt e anës që sot na jena një mënyra për tjetër pasar tyre, po edhe Dubrovniku, Raguza, atëhershme, e vendet tjera, si kur Bari, Italis, Brindisi, Sicilia e tjera. Pra ka qenë fenomen mesdhetar. Po, pra ka doza ideologjike që du me thonë, cilat engarkojnë këtë historinë, cila i shdosh me mësua ata mas pari për lidhen i lire me arbër, cila i shdosh, nashta e foli ma vën, një teme cila non-stop i brengos shqiptarët, kam betë ende hipotezë dhe nuk është zgjidhur, ato shpresoni që ju si historian më aktiv, se unë e kështu si studius, dhe me thonë e bëni, së është keq. Pse jo, Shqipëria, Kosova, mi do ka 2 milion, mi mledh 10 historian më të mirë të Evropës, bashkë me historian shqiptar, me mshil këtë tim njerë për gjithmonë, me zgjidh, me botez. Nuk ka që s'ka investim aty. Po i shkon mirë me pas, nuk është e fështirë, ndështë ta mu përmbyllë kjo, po kështu për mbetet në iniciativa, si me thonë, lokale shumë, ose individuale. E dyta temën e mendoj që është shumë e rëndësishme, është pjesa të identiteti shqiptar, subidentitetit e tyre, asimilimi. Shembull, shqiptarët non-stop i kishin grekt, se ata e humbën, grekt, janë si grekt e vjetër, janë asimilu. Se ata menojnë që na kemi me të lirë. Po, na në kërse harrej si gazetar,
Azdren e përcilshim fushatën zgjedhore dhe nali vetonsëroj njoni Graçanic. Bashkë me Ylber Hysën bile, që ai është historian, atëherë kanë qenë partinora, ka qenë viti dikon 2007, zgjedhje nacionale, edhe tha, vetë na bën, tha me non juve, tha me ja u prezentu, tha një xhami i lire. Xhami i lire? Kjo është koncepti, se na menojna që nasë mi luheq, që e kena ndru fin 3 herë, që 3 herë e kena ndru identitetin, dhe me thonë pejni shqiptarit që s'ka pranu më falë në kohëna me të zogët, dhe në kohëna me të zogët, që është dash me qitë dekret shtetnoraj, që me leju malësort me hinë gjami dhe musë më falë, se s'bjan malësorin goj, si samuraj është. Po, i ka obligu në kom. Në kom, malësort jenë falë në kom. Dhe me thonë, e sët jena ullë edhe këm kryq, edhe thojnë edhe një gjami i lire është, ose atje në Milka Gorë të Gorës atje, thojnë që është një gjami arabe që nuk është turke, kështë me radhë, që jënë kopalla historike, cilat edhe Ministri e Arsimit i pranën sy teza. E kom dëgju këto që ka një gjami arabe këtu, madje edhe në Universitet ligjerohet. Unë mendoj që ajo është problem për Bosnjak, sepse na jena shqiptar, na i ngërthejmë 3 fejt, për shembull, mos të mojnë veç të feja, por problemi të identiteti është që ilirët thjesht janë arbër, ilirët e romanizuar janë arbër, pra të romanizuar dhe të kristjanizuar. Pikrisht. Arbëri i otomanizuar, me ndikimin otoman, me ardhin e turqve, bëhet shqiptar. Pra arbëri dhe shqiptari janë një gjenezë dhe iliri, po janë identitetet të tjera. Pra edhe na kemi pësu metamorfosë në procese historike. Pra 3 ndryshime historike i kemi. Unë mendoj që kjo duhet me qenë pjesë e rëndësishme e libra historik. Që nuk është na. Që nuk është. Unë e sa herë dalë në kafe, ose më shë dikush në për vende kështu, më nalin rrugë, taksistat më pysin mu, e pse na krejt të Kosovës e kena preardhën për Shqipërisë. E kanë kompleks. A e na autoktona? Po qysh jena urbër këtë për Shqipërisë, a kisha ka po sërpë të se jo. Sepse historia e më shef një fakt malë. S'ka studim për migrimin e shqiptarëve. Pra, pse shumica e Kosovës sot e ka preardhën për Shqipërisë? A beson këtë teori? Po kjo është e vërtetë sepse preardhja dhe mbajtja e fiseve ta, do me thonë unë jam muhagjer, ju sa në gjakut nishit, unë e vi pej pjesës ma veriore shqiptare, pra unë e vi pej Serbis, Jugore, apo sa në gjakut e nishit po kjo në Kongres Berlinit. Por një pjesë e madhe vjen nga Shqipëria këtu. Sigurisht, po këtu i referohet historiografia serbe asaj shpërnguljes madhe, në kohën e Pjetër Bogdanit. Por që po du me thonë është që shqiptarët, ose vdekja Pjetër Bogdanit, pikrisht që pe përmen Azdren edhe mandimove, për orientim, është nashta arbreshi i fundit në trojet lokale, ose trojet tona shqiptare që jemi sët, arbreshi i fundit do Pjetër Bogdani. Këthejemi aty valon, veç po du me ikë. Pas vdekjes tina, migrimi fillon, do të thëtë shqiptari me shpat në dorë, i posa islamizuar, e njek edhe Kosovarin ortodoks autokton bashkë me Sërbin dhe ndryshën, fillon të ndryshoj demografia. Ne e treta kanë qenë shqiptarë. Rafshi Dugagjini dorë në zemër gjithmonë kanë qenë shumis shqiptare. Fusha e Kosovës, për shkak minjerave, se ka qenë prunë perandorake, aty s'kan tapia sët, gjysa së falisët s'kan tapia, se limo atje me bomi i. Fusha e Kosovës, Qerkez ka posë dhe 1999 që të Milošev. Dhe me honë 1999, 5 aeroplanat e fundit, para bombardimit NATO-s, këthejnë Kirgistan atje, se i ka pru Turqia në Rafsh, ata në konë Kuaj, si me thonë njësie motorizuar për kohën, 1820 a fjalla. Qartë. Pak para tanzimatit. Si bën stili që është sot tu, ata kanë qenë një... Pra, përna thoni që Rafshi Kosovës është ma kompleks. Shumë kompleks për shkak minjera. Pse? Sepse ari argjenti, që është nxerrë në pjesën lindore të Kosovës, ka qenë pronë që e kanë rujt trupat perandorake dhe nuk e kanë leju vendbanimit ose prona private që shka pas qiflige ose feodale ose prona teritore private në Rafsh Dugagjinit. Për që ata tim fush Kosovës nuk shë mure kërkuar. Të si dësh një pjesë Drenicës ose Lapush e anej e derin Malësia anenaj tjesh me nere hen arkitektur shqiptare me gur, me kula, me familjet më dha. Gure dru, kryesisht. Po, gure dru. Pra, pse s'ka është sepse minjerat kanë qenë toke perandorit. Qa kanë bo? Ato kanë shku prej Kosovës, Prishtin, ku ka qenë
një post-blok gjithmonë, ose në Lipjan, ose në Prishtinë, varësisht a kanë koha e Romës, Bizantit apo Otomanëve, edhe pe aty ka shku Shkup, Selanik Konstantinopolje bo pare. Që ajo është arsyeja pse na hala thojna kena mite për Trepçen. Pra, që të Prishtina, Kishnica në Graçanicë, këtu e në shterë, sepse s'ka metë mu perandori, pa i gry, pa i shterë mineralit e arit të fjallet të argjentit. Ma dje edhe tjerë jashtë prandori, sasët Gjermanë. Sot kanë metë resurset vetëm në pjesën veriore se u morë këtu. Familja jam, do me thonë, pjesa e Prishtinës vjetër, që jënë dojtë e bobës tam, familja Berisha e kam bjemnin kështu, dhe Botusha. Na i kena, si me thonë, ka ona e bobës, dojtë e bobës, 2 minaturë vdekën, do me thonë që i mbojnë men na që janë rritë si jetima, se kanë vdekë me shemja në minjerës. Do të thëtë. Pra, që përdu me thonë është për që ata, për shkak interesit të madhë monetar të resurseve, Kosova lindore gjithmonë ka qenë përzime. Që aty, që ajo pjesë, atëhere popullohet me migrimet e para që përthëm që vinë, edhe ata shqiptarë ortodoks ikin me Serbë në deri në Austrim, Vojvodinki... Kemi konë gjendje me dallimin ortodoks mes fejës edhe etnisë, po themi kushim. Që luft edhe fetare. Pra, Skënderbeu në një mënyrë ka qenë udhëhes edhe i kryzatës, tashta ju janë rënë me thonë. Pra, Skënderbeu ka pas dekret special, atlet i Krishtit, dekret special i Papa Piut, pra, në aleancën e Spanjës, Aragonit dhe Britit Ferdinand që ka qenë vasal i tyre në Napoli. Deshton kryzatës edhe s'Papa, po ka qenë pjesë. Ajo sigurisht, NATO edhe blokus sovjetik për shembull luftën e dytë. Letë mbesim dhe kjo ka qenë. Arsyeja, pra, pse na jemi të Shqipërisë është se shqiptarët, kosovarët, autokton të Kosovës, i kemi për zën dhe u kena zapë. Pra, e kemi zënëncuar shqiptari në shqiptari. Me humor, thëmë zapë që ka zapë këse zapase, njëjtja kena bona. Pra, në shqiptar i islamizuar me dekret sultanit, e ka përzon shqiptarin Kristian bashkë me Serbin. Ti sot i ki pikturat, ose shkon në muzejën Sërbi, këshyrit të ponimet e emrave, vendeve. Arnautović është Sërb, i thët vetit, bjemnin e ka shqiptar, Arnauti. Arnautović lumë për Austrinë futbol në kombëtare, për deri se ka priorën shqiptare, se kena për zonë, në një ku ja kena në zonë. Pra shqiptare kanë zonë shqiptaren dhe kështu ka fillu islamizimi. Oportunist ka qenë islamizimi, marja toka, marja tendera, vësë të përshet që... Këthejmë aty sot temë e rëndësi. Na kur plasim për i lirtë, ju e thatë me drejt që kjo kategorizimi në historiografin shqiptare në të rishtresa është në frimon ideologjike të Enver Hoxhës. Sa kanë qenë kështu bashkësi kompakte kuptimin kulturor, me që arkeologjia mu personalisht, me 8 vite përvoj, më rekomandon kredi qa tjetër. Po nëse e shojmë Prishtinën sot astrem, edhe i këshirim lojme ndërkombëtare, e shojmë luftën në Ukrainë, do me unë Ulpiona, për do Mahollav, në Ukrainë nuk dalën kur gjë në identitetin arkitektonik. Në sens neve komunizmi, edhe Jugoslavia, socializmi, na e ka ndryshu edhe dukjen. Islami na e ka ndryshu edhe elegancën e fshatit Arbresh ose shqiptar. Shko në Itali të Arbresh e Reggio, Calabria, ja oshe shpijat. Ato shpija i sheti veç do vende ose manastire ose kisha të rujtur në Shqipni. Njëna për ty në është Ardenica. Shqipni të mesme, afor Muzeqes. është afer Muzeqes, fusha Muzeqes Kodra, komuna Lushqes, kolonja ka amën Katuni. Kalaja Bashtovës më afer e ka, pa. Aty o feju Skënderbeu me Donikën, që thojnë muslimën ka bo një qa, sepse ka qenë lufta edhe pjesë e Elbasanit Turqin kona nenaj. Edhe ka qenë pronë e Arianitit ajo, e gjyshit vetë këtë rast. Po, pikrisht e familjes saj. Dhe ajo, për shembull, kur hështi në manastirin Ardenisës të eshe arkitekturën shqiptare, eshe gurin e grandon për dibramve që sot dhe adit njën si mjeshtit më të mirë të gurit. Turqit thojnë Arnaut, Kaldërëm, ose Kaldërma, sepse shqiptarët tenderat e rrugve i në konë më maraklimi morë gjithë. Edhe atëra? Edhe atër. Edhe, pra, Kaldërmi shqiptar i ka harqet kështu, që kur bjen pej pushtit nalë, se i në konë ekspertët për kodrinor e malor terene, sepse kemi jetu, kemi qenë malësor. Në po lartësina, po. Pra, edhe në Stambol, e në Konstantinopoj, e kanë shtru Kaldërmin harqe. Si kur harkut e madhë që është pa kur farë shtyllet që e monë sot kupollën e Aja Sofis, apo Panthenoni në Rom.
Pra është një teknologji e vjetërromanke që shqiptarët në atë kohë e kanë adaptu edhe kanë qenë mjeshtët famshëm ngurit, për edhe drunit. Ata që shkojnë për shembull në Ardenis në Manastir, atë mund ta shohin gjallë. Ose në Zvërnes të Manastiri. Krejt filmat Enver Hoxhës janë të inqizuar gjysa më shumë, udha shkronja me këto krejt janë në Ardenis të xhiruar brenda. Ata e kanë ditë këtë fakt. E kanë ditë, po ajo kanë bet tipike shqiptare, sepse Bizantinia dallon, ka tulla. Shqiptarët s'kan punu me tulla. Këshiri kullat rrash Dugagjinit, nis, ndrenës Dëqanit, Po jem kanë. në Luk. Ajo arkitektur, si me thonë, me ndikim romak, për me teknologji të ndërtimit gurit, që kena pos me bollak gur, edhe na s'kemi përdor tulla, s'kemi përdor lëq, s'kemi përdor në ndërtimin tonë. Kjo ishtë dosh me kom pjesë e rëndësishme që me mësu njerës në historinë e vetë, na e kryna historinë e zdina ku gjë për këtë punë. Të nej, e kryjmë për shembull mendimet politike i përzi. Skënderbeun ta bën se Enver Hoxha izolacionist, ka luftu kundër imperatorit ndërkombëtar. Jo, Skënderbeu ka qenë një për herojve tonë më të madh, i cili ka qenë kryqëtari i fundit, arbreshi i fundit, për me ruaj identitetin, që traditën edhe romake, edhe arbreshe, edhe kristiane, kundër një okupatorit që ka qenë pjesë e madhe politikës, geopolitikës asë kohë. Papa, Hungaria, Rumania, Skënderbeu... Ka qenë pjesë e një projekt ndërkombëtar. Pak, si me thonë NATO, ka qenë aliancë, si ka qenë një nga protagonistët, Skënderbeu ka qenë element i rëndësishëm i asaj general i shtabit. A jem nuhet ma dje shefi komplet luftës, mas frasis vdekjes Hunjadit në shto. Po Skënderbeu dhe ata arbresh nuk pajtohen as Maseranjës edhe pushtimit Shqipërisë dhe së diki gjallë. Nan Prizren e kena kryetar në komunës Prizren as kukën s'demish që pa i mos be mua. Arbreshi 500 vjetë në Itali e ka rujt gjuhën. Arnauti? Arvaniti? Jo. Pse arbreshi e rujt gjuhën në Itali? 500 vjetë. Arnauti? 6 milion shqiptar janë Turki. Jo shqiptar. Janë Arnaut. Janë Arvanit. Janë shqiptar me preore. Por kulturalisht janë asimiluar. A i vdes për Turki, nashta one jo. Nashta ju, apo dikush tjetër jo. A ja vdes për Kosovë, nashta na po nashta jo. Po kemi të përbashta, natyrisht që kemi. A kemi afinitet kulturor? Po se po. Po ajo Arnaut, ne jena shqiptar. Ajo Arbresho, para shqiptar. Procesi ka transformuar. Arvanitasi është një verzion i Arnautit, por ortodoks në Greqi, që ata e vdek për pavarësinë e Greqisë. Sidomos pavarësinë e Greqisë. Do më thonë, 1821, ata e bënë në Greqinë, për se bënë në Shqipëni, se bënë as Ali Pasha, se bënë as kuj tjetri. Pra që apo du me thonë është, edhe kjo pjesa identitare, skicat e mendimit politik, gjatë historisë janë të rëndësishme mja mësu fëmijëve në libra. Se na si përmendim fare në libra tonë. Ose interpretojmë bardhëzi. Ose ja përshtatin politikës lokale një farë ide që ka qenë atëherë komuniste marxiste. Edhe për kohë kur flasim ja futim ose i kqyrim me doktrinë e modernitetit. Me rikapitullu me rikapitullu, pra është çështja e lidhjes ilire arbreshe shqiptare, deri sot është çështja e mendimit politik që shkon, është çështja e dukës që shikina shtëpiat, çfarë është arkitektura shqiptare, çfarë qeramide është shqiptare, çfarë është slave, çfarë është greke. Këto na i dim si profesionista, po fëmijët në shkolla nuk i mësojnë. Nuk i përdorim shkenca ndimse në histori shumë. Jo, përpas kësaj, na nësë të flasin shqiptarët kanë shkru, shqiptarët kanë shkru, po s'kanë shkru shqenë. E vërtet, Shqip kemi shkru vonë. E kemi ndikimin indo-evropian, fryhmi për gjuhën e vjetër. S'ka gjuhë ma vjetër se shqiptarët. E vërtet, gjuha jonë nashta është e vetëmja evropiane me bask dhe me etrusk, që janë shu dhe ja ka pojrën për andërjera moke. Po folin pak profesionisht, me ka përsy ma shpejt nashta. Ku i vrejnë këto elemente që është? Po që për shembull të shqiptarët na kemi ndikimin indo-evropian pastaj pe dyndjeve të mëdha, kena fjalë greke, kena fjalë latine dhe me romanizimin tonë. Pra, Roma e ka romanizuar Keltin, Ilirin, Trakun, po që ka pushtuar në fjalë tjera. Takin, po pra. E ka romanizuar. Ja ka pru kanalizimin, rrugën, lojnat, grunin, rregullin dhe pastaj që ajo Pax Romana, që ajo pasja romake, pastaj e ka kriju që civilizimin që sot da ditë e lipim na.
Unë kur kom lind, bota o do ndryshe, 79. Kur ka lind gjyshim jam, e mon me në Shqipnin e madhe. Shqipnin etnike të madhe. Në kohën e luftës botërore, po. Gjysh jam, e ka po flamurin. Gjysh jam, e ka po flamurin shqiptar. Boba am se ka po të 68-ën, rrajnë që e kam po. Se kam po, se kanë dit flamurin shqiptar. Do me thonë, Boba am thët, s'na kish kalzu Boba neve, sa e ka po në shkolla Shqipe të Ernest Koliqit flamurin shqiptar. Po thëtë ne asë e kom pos liber të shkollës, asë në televizion, asë në gazetë në rilindje, asë në organet e informimit që i kanë thonë atër në kohën e socializmit Jugoslav, thëtë edhe në 68-ën kur do patriot nga Prishtina, familje respektume, e nga Kosova në përgjësi e ferizoj, dhe me thonë, e shpaljosin flamurin, edhe ati Boba me shef të flamurin. A gjysh jem o dosh me më shef, se ka unë bon e full kënë shkullë që është, na që i më bëri. Shamë të marë, që do me thonë dalimi. Ku është kë, si me thonë, ku është kë koncept që na e mësojmë së në përshkolla, ose sa e dim na. Na e bëjmë qaq keq, qaq jo interesant historin, që merët vish me data. Memorizime sa api. Po, lindi që të, luftën që të, u martu që të, shkoj që të, e hupi që të beti, e hupi që të beti. Valon, se po shkojnë shpete e minutët e unë po kom qef me shillu tema atë. Shumë shkojnë. Pra, i lire arbreshe shqiptare, identiteti i skica e të mendimit politik, që ka mendu i liri politikisht, që ka mendu arbri politikisht, që ka mendu shqiptari i otomanizuar politikisht, që ka mendu rilidja komtare, që ka mendu vlëzit Froshri, që ka mendu Endeshia, balistat, të ne që ka qimë patrioti komunist. Këto s'përmena të na? Jo, këtu dhëtë mi janë u thjeshtu njerëzve me ditë që ka është, të mi ju thonë Kosovocentrizmi është ide Jugoslave të tjesin qohë. Tash këthejmi aty, veç një pyetje kom para prakisht. Nuk ka marrë edhe me konë, Kosova Republika e Shtatë Jugoslavis ka qenë njëna për pjesës historisë tonë në mendimit politik. Një pëjtine e konë edhe Ukshin Hudi, si këta s'kallzojnë, se Ukshin Hudi ka qenë paka shumë... Për Republikë të Shtatë. Për Republikë të Shtatë. Pra, të jenë sene që kanë qenë histori, duhet miruj që shanë, edhe me kjo. Edhe treta është dukja identiteti. Qao, arkitektura, preorea, ajo kulturë, arkitektura kryen mendësi, pse italian të veshën mirë, bon, se kanë arkitekturën e mirë, arkitektura të ne të hep të civilizimin, të e ke po shqiptarët kër shkojnë në Gjermani, nuk gjujnë bërlëk, se pashtë, sit, hinë kofi këta gërnaqat, ta gjujnë bërlëk zë hërë flesht. Pro është mindset. E adapton, e kryon mundësi. Anin kër është të pasër të edhe veterun, kër është një arkitektur të bukur të veterun, na i kena gjamia që jënë arkitektur për shumë të vleshme, madje gjamia e qashi gjamia, që është e bome me gur pa shtu, nga Dibrant, mjeshtër. E vetë janë botër që edhe minarën e ka të gurit. S'ka kërkum bota si gjamije. Sa i kërëhar Turki këtë 1389, që des sultani Murati... Mbetet Kosovës, pa. A i mjeshtër shqiptare marojnë, sa i s'de me maru siguraj në Siri atje. Aja ka maru me teknologjit vetën të dijes, që ashtu paka shumë. Është manastiri dhe qanit. Pra që për të me thonë, arkitektura duke është e mirë. Nësët e kena qendrën shqiptare midis Vjenës, duke si gjami. Unë e kesh Macedoni me një farë, teatri si gjami e këshin po. Ata Macedoni një teatr që e këshin maru, këshin na popull Macedoni vjetër, ajo do këshin me hinë Svis Diamond, që si ki qeroj, që thash a hina në kasino, a hina në shpi publike, se këtë koqë edhe dukat. Dhe me thonë, jenë mos njohje të kulturës asaj. Pra qa është me rëndësi? Mendimi, dukja, forma, preorja... Edhe këto e në elemente që e të regojnë. O kjo që duhet të mësu njështë. Të ne këto e tjerat, i bojnë eksperta. Një debat që është, sot e kësaj ditë edhe diskutohet edhe në për historian serios, që është në Balkan, është që edhe këta shqiptarë që janë sot në Balkan, sidomos në Kosovë në Shqipëri, po dhe Maqedoni, ku ka shqiptarë sot etnikisht modern, po flasë, ka një tezë që ka dhe serb shqiptarizum në proces. Po e vërtetë. Cilat zona ma shumë në prekme si pas teje nga ky shqiptarizimi i serbëve. Se këtu në Kosovë mi thonë, se shqiptarëve mi thonë që ka serb shqiptarizum, e përjetojnë pak si sakrileq. Po tash... Në blasfemi, jenë kundërshime dogmën kombëtare që ne mi mësu mi besu dhe në fund, e që është e vërtet. Po tash me bo me folë me mbjemna në jo marë... Jo me mbjemna, po zona dhe që mi ditë. Që me zona ka, për shanë që rrethi Prishtinës ka. Ka. Rrethi Prishtinës,
fshati Besi, ka, janë sërb të islamizuar që janë shqiptarizu. Ka Çerkez që kanë qenë islamik, por janë shqiptarizu. Bjemnin e kanë Çerkezi. Kur i pyet ata, i thu, çfarë fizi e, valla baba, thotë, ka unë që me fisin a Çerkez. Ko, fis Çerkez nuk ka. Çerkez janë etni tatare, Qartë, e dim, po. nga Krimea e deri të stepa e tokave që sot është midis Ukrainës dhe Rusisë, që kanë qenë domethënë luftarë të famshëm për atë kohë. Pehlivanet e tjerë e kështu me radhë. Maqedonia perëndimore poshtë, Kërçova, Rrethina, ka. Ti ki Krivca, Bjemën që ka qenë ministër në Shqipëri për shembull, hajde pe marrim se person publik. Krivca është bjemë slavek që i bjemë fajtor. Ajo ndodhë kur ta këputin hunën me sjetë, ose veshin që ti mu ditë, ose ke vjedhë, si më shërja që ta këputin shëntimi. Ligjet e vjetra romake bizantine kanë qenë shumë të ronda për këto raste, edhe kanë gjumëtu që me damko ose që me ditë se cili që këj person e kështu ose ashtu. Edhe fëmive të perandore, kur kanë dosh me hekishe, kanë vjedhë ose kanë bot i shka, ose kanë bot trahti të perandorisë bretërisë, ja u kanë këput hunën dhe kanë vendos një, si me thonë, një copë metali, kështu që mos më ju duk, ose ju ka hjek një sy, ose ju ka prej dora. Që apo du me thonë, është që Krivca, është një person i cili është denu dikur me të sjetë. Ata janë shumë familje e modës të ndibër dhe respektuar. Kur t'i këshush janë kejtë bardë. Tash mos t'hina në antropologji, a në ndimon antropologjia në këtë mund? Na akuzën dikush për racista, për tash që kina me qëllu, tash kina qëllu të borë, tash a dhe se na duhet me kalzu qëshër, se antropologjia me gjitha të shkencë. Qartë. Edhe i sheta që për shemull jënë sërb të kemi edhe ndrenisa si raste. Kemi edhe në anën e Isniqit, që sët me atë dënë, po shumë letë me gjithë. Desha më në alë këtu, sa janë të rëndësishme këto për shkencën, që këtë teste genetik që bjo bëhot mbetjeve mortore nga antikiteti që më lidhe me sot. Mendoj që aty por historinë sa janë të rëndësishme. Unë mendoj janë të rëndësishme për me po që shka lëviz popullata. Që me po grupat... Përcaktojnë identitet. Ja, absolut. ADN-ja nuk është e rëndësishme për kulturën. Sot nëse ja bëjmë ADN grekve ose italianve, dalin shumë pak nga ata laciale, latin ose romak të vjetër. Sardenja dihet se ishull i izoluar është shumë, disa pjesë rreth Romës ose bjeshkëve Apenine që janë rreth Romës, për shembull se i ka rujt natyra, që është na ka rujt neve shqiptare, që është Alpet shqiptare, që është i ka rujt Bask Pirinejet. Pra, aty vret, po në esencë grekt, nëse e kanë bërë ADN në sport, për shembull hulumtimi i vitit 2017 që e kom lexuar i fundit për këto, në sport dalin 70% sërb me preore. Po ata janë grek kulturalisht. Po, sërb janë me preore. Me ADN, janë slav, sepse në kohën e Cardushanit kanë rrinë ide atje, po. Ai shkon kish greqisht, fol greqisht, se din që është sërb ose që një stërst është gjysh para, që me thonë, 12-13 gjeneratave, 20 gjeneratave ka pas. Ajo është greqizu, kultura është e rëndësishme. Që ta se kuptojnë shqiptarët, ADN-ja nuk bardh veti kulturore. Pra njëri historia moderne, jo i racës. Gjaku, preordja gjakut është koncept i kumbit që në esencë është identitet, se cili identitet filozofikisht artificial. I linë shqiptar, po mu mundën, ose neve mundën me na marrë një fëmisët, edhe me qunë Dominikan Republik, a dina i që është shqiptar. Po pra, që kjo shembulli që ofroj shpesh. Historia moderne merret me kulturën. Që ajo është, qa folja për libra shkollor, na së mësojmë për kulturën. Na, do me onë, bile keshim, e kina pos një fore kështu, që thike se, a din, dyqyshë populli vogël, Madonna tha, e ko një frerë shqiptar. Shofer e ko. Madonna. Se dyqysh, dhëtë me konë shofer. A i dulë që tash lojme kalzej Madonna vetë, kone ka pos doshurin matë mire, matë forte. A din, që kalzojnë, për si shkonë shqiptar. Do me thonë, dinastia, u koni varseria, Kristela e Bodo, konë, se qenë shqiptaresh, me plare. Se vogëlsia kumbë ka qef, s'ko absolut lidhja jo. Kemi popuj që kultura kam bizotnu. Ma shumë se 7% italianve jënë lombard me plare që jënë Germani. Edhe një element tjetër. Kultura latine,
Po Ameriko Latinën e ka asimilu se limu atë Gjermonin që ka në Romë. Po ku ka Romak me flot bora si Francesco Totti që lumë për Romën. Romak duke sigur ti, si kurone, jënë zeshk. Po kanë qef këta të borë që të furë. Me genetik diçka tjetër. Po, e qesin edhe odisin të kanë marru të borë të e pe plavësht. Ma bëj ka frim të vëlloni për duke si kurone. Po thash edhe ti i borë tash për li, ku ka Romak borë dhe i popull Mediteran është. Pra populli Mediteran është njëna sub racë e të bordit Kaukaz, na jena dinarek, e kena unën e thyme, bolën kështu, shkon, ato janë pika djetë, musteqet, mjekrën, matë huqe që jënë që shkon. Usuja ka huqe, e flok të kena matë zeza. Me demon. Po, a i ke po shqiptar gjyse ka mjekrën, matë huqe, se so flok që i kanë. Lindin të bordë, si ti bojnë 6 vjetë, veçanisin mundëzi. Po thuj që me demon nuk është aktori i duhur për Odisejën. Absolut, kultura është me rëndësi. Na qatë kulturë, ku është kultura në duke, në arkitekturë, në konceptin e mendimit preordën. Element me rëndësi i kulturës religioni. Një diskutim që pa fundësish bënd të shqiptarët edhe ka ngarkesa për shkak të bindje fetare është pranimi i islamit, islamizimi. Unë përveç mënyrave që kemi marrë, më intereson çfarë efekte ka pas. Se këtu është një debat a negative, a pozitive. E mund nuk që me islam edhe i kemi shqiptarizuar shumë grupe slave. Koha, shqiptarët janë realisht janë islamizuar shumë vënë. Nësi në gjime generata, këta që i gjinë genezën e genealogjinë e familjes që shkojnë Smajl Murati, Murat Smoli, Smajl Lumeri, adin që i në gjenë, më rinë të një gjënë, më rinë të një gjënë, më rinë të një bolë, më rinë të një, që me thonë, të një markë, të i teti katolik dalë. Të i teti, unë jam i një mëdhetin ashta, me prearët që nalim që aty. Pra një me generata, në sociologi historike, logaritën dykun 30 vjetë, një generata 30 vjetë, pra nëse e bën me 30 vjetë, me satarën, me sociologi është 20 vjetë, me histori logaritit rrëth 30 vjetë, mene që 20 që maj sakë përshka këtë gjatëqisë ma shkurt në kohën historike, se sot rënoj magatë. Po, ka ndryshuar evolucioni, ka bën veta. Pra dalin logaritit e 10 herë 20, do me thonë 200 vjetë, është rrëth 220 vjetë, 180 vjetë, është që aty dykun masovizimi i islamit. Pse ndodhë? është oportunizm si kurse që i na bu me vetë vendosin krejë. Se mos me pagu taks, asi dikush ka mirë pa martu pej malit o dalë poshtë, ka unë katolik, ja kë asi si apim qikën, unë e kom shok në gusht, katolik që i qëjnë motrat që të Kroaci martojnë, mos mu martu me këtë të ne rena kena tolerancë. Jo, kena bashkëjetis. A kena tolerancë? Kena bashkëjetis. Që ne ka imponue organizimi shoqëror. Edhe është e mirë që kena bashkëjetis. Tolerancë. Ajo rrenë, s'kena tolerancë qëtore na. Na kena bashkëjetis, na i shkojnë atina për fest, na vinë ata për fest, po so herë martuam na, po shqiptari ma përpara ta ka marrë Bosnjakën se katolike. Kemi shumë kësi raste. Dikur ja ka njësë Universiteti Prishtinës, 1970, e tutje, kur e nësë studenta dashnija kjo, i kanë qitë prind para oktit, krymi ka unë, letë martuan. Pra po du me thonë që kjo duke një shumë e ri, po qëfar tolerance, po shqiptarët me otoman, me arvanitasit, me grek, jënë vëronë me vete. Sët na gjysën e popullotës e kina dom nga trupi jonë, genetik në Greqi. Shërë fez. Na i kina gjitha fet. Mjeshtria e shqiptarit është që është identitet, kanë mëri qaja generata larkë pomse apo evropiane ma moderne, me shti shqiptarin si melting pot, si një identitet i cili i qkrin krejt dhe i ngërthen krejt ku shqiptaria është ma modë se feja dhe fet, do me thonë i ngërthen. Motoja e propagandës së kësoj gjenotës dhe rilindjes këmëtare tonë është, mas që një kisha gjamija se feja... Feja shqiptarët vaso pa shkadrani. Pik, që kjo pastaj e ka shty komunizmi se i ka vyjë, të nej kër e ka po që e ka bo kështu, që është edhe marxist dhe komunist, edhe fetar zbën, të nej mbo e ka shpollën vërhoqe 68-ëna qajna... Shtet ateist. Shtet ateist. Pra kjo ka ndodhë për çka fejat e na kanë diku. Në mentalitet, në arkitektur, fshatin elegant të vjetër shqiptar. E ka bo kaotik. Si në këndahar. Po. Që për ju ka zëni krejtve nëse shkojnë Shqipëri njëgë, mundë me shku në shumë
Shën Vasile, ka emrin fshati, është midis Likovës edhe Çeparos. Është fshat shumë i vogël, po që i ngërthen gjitha elementet e fshatit vjetër shqiptar. Mes është një dru, që edhe i lirët e kam pas. Është një dru i madhë, zakonisht është rap, që i rjetën rap, ose lesi thujnë, ana është mi vjeqar është. Në vene ka glen, i thujnë, në keltike, që është quditrisht e ka unë Arugovë, ose kelmen vene i thujnë edhe glen, në vend të fjallës lis, që është familje Qarris, latinisht i bjen, që na thujnë Qarr, Bung, lis, është një familje drunit, edhe rap. E rapi është ka jetunim i vjetë, e këtu është në fshatën shqiptar, është një dru, ku mbledhen të gjithë, është një rreth, është qendra, një pazar i vogël qëtu, ku takuhën, dalin shesin diqka, ose në kohën ma moderne bot, një pust të vogëla, një market, ose një diqka, e pastaj janë shtëpiat e ndome në kodër, zë na që tash, që moderi, që e kena botokën, ma pjelloret Prishtinës veternikun, këtë shtëpia, ma olla dhe në marigon atje, se s'morin vesh da, po ku marrohet shtëpia me disë ora, shqiptarë gjithë ka jetu unë. Në kodra. Ma letë e mbrojt, ma siguri. E ka përdorat rafshën për tokë, për prodhim, për mbjetis, dhe kjo elegancë, të ne konë këtu një kish, ose ma vënë edhe një gjami, po në esencë ka pas qender fshati, ka pas mahala, dalje, ka qeni zile, ka ndodhna jënë hi hajnat me vjellë lepta diqka një komun e madhe, ose jo sa e kishës, pa ati tipit, që jënë mbledh për organizim, për mobilizim e kështu me radhë, ata shkëtin të të vrethin, asë e den islamizimin, qaj asë di ku e fillimi ka tunit, ku e funit. Kaotik kretë. Ja se den. A e shku ferizaj me po. So porën e kanë, so kaotik, halo, plus e këru dhe ju ka qëllu, se jënë punëtor, fizalit, respekt, po ju ka qëllu në midis që ka njek me bashku qytetit, mo Mazisi Mitrovica, po do me thonë që ti kur hinsët dhe për fshatra shqiptarit, se din as ku e fillimi, as ku e funde, as ku e mesi, as qa u bo. Qartë. Do me thonë, qa për bënë e di Roma në Shqipni që për më përqenë, se të cilit ka të në të vëgël, ja marën një shesh, një qender, ja u këthen qatë identitet, qa jo është. E Islami e ka hupe elegancën dhe bukurin e fshatit shqiptar, shemë të përmanë. Gjamia, arkitektura për me torë flat, me të rrugë për moja, se është arkitektura e shkëtinës. Ti para me një Norvegji, me në 17, kër falësh, e prek me bolë, po të kopët bolë e nakëll aty të së se i kanë kisha të zërta arkitekturë, se do geografia mu respektu më. E vërtet. E a i vjetë... Nuk i shkon islami geografi Ma sonë. kur ka në hongër iftar, shqiptar në shatër. Ta shqipin mi bëramez me doris në shatër. Jo, me të ka thirë shqiptare ta ka shtru, ke hongër iftare, ke bokete, bile unë s'ka në hongër, na i ode kështu po, edhe sët unë që benojnë që shqiptarë të vjetër jenë unë kom kryq. Jo, më të është jenë unë shatër kom kryq, se s'ke ndërbi ka nejtë ka rikë. Sa ullë kom kryq po. Pra këto e ndikimet të otomanizmit edhe islamizmit, cilat nësot po menojmë që janë shqiptare ose tradicionale të respektueshme. Feja, besimi, natyrisht që asisteria që ka ronë fije, se është shumë e vjetër dhe s'ma mërmene që kanë mironë në Pajtona të qyre, po në ecin... Por islami, ose këtu e në politik, lisi këtu e në zene kështu. Po du me thonë që e ka shtramu, e ka prish. Shkën dhërmik qëre, qëfar e shije? S'ka të përtua atë. Ku me të thonë asë, për shkën haraqin ati e këshirë. Me thonë, problema jo, s'ka estetik, s'ka ren, kaotiko, dhe me thonë, e qaj kaotizm, qaj... Në aspektin arkitektonor, ajo s'ka lidhe as me islam. në aspektin kulturor ka pas këtë efekt që po thoni ju. Jemi këtë në fund, valon, po nuk du me të shumë se kemi levru, në po shumë historie, në po shkenca në ditë Po, dhe përna i shumë si shkurë, se ta ma puna, se është për televizion, se për shkolla, po pëdëm, po. Por mu ke shumë e këndshme. Unë du me një pyetje që kam që me ta bon, se di që nuk nguran, në këtë historinë tonë. Kush janë për ty figurat më të rëndësishme të historisë tonë, më të parëndësishme ose ato që duhet me katapultuar përfundimisht si tradhtare, nëse më përdor termin, që unë e përdori pa frikë. Më të rëndësishme më intereson për ty. Po, që unë ajo tash ty të ka kalon mbretësa kur i ke lexuar historinë.
Cili është shqiptar, tamam. Unë jam traumatizu për historisë shqiptare edhe kom hjek gjithmonë me lyp në periudhë historike ku kena konë fitimtar. Sepse gjitha periudat pe i lirve e tutje, ja i kena hunë betejat, ja orë na i grek, ja na e kanë morë të utën për gru, ja më fund, jena metë pa municion si kërë ka qa një kutira of pika 200 dit të thirë me thika, se jënë metë pa municion. Ka luftu me thika. Se s'ka pos logistik, se logistikën e ka mojnë perandorit, ku mon logistik ti ma e molit. Të hargjitët bukat, të hargjitët shtu, edhe kanë qërë shqiptarët me lëshurë uvat, me shku të gratë, me flajt, mësë me flajt në barak aty, ku flajt në shtartë, e i gjithë ikin që shtu, dhe sot dhe adit ikin kanë këta të fësekes ka pa kanë qërë. Cili shqiptar s'ka ik? Krejt popit ikën, po du me thonë, po na jena ma shumë të lidhët me shpinë, se jena qasi tradite, malësore, që janë qashtu janë skotlandes, qashtu janë një pjesë i Irlandës, qashtu janë Austriak të verit, Alpin, prën, ajo është një demografi cila edhe kanë gjashmëri, Gjergjanë janë parafërsisht qashtu. Qa dihet, Skënderbeu është i pat diskutushëm njeri ma me influencë në historinë tonë, fatkeqësisht ai edhe ma vënë është mësu, Gabimisht. është mësu, është importu në kohën kër është harru. Se nasë si kalzojna njerëzve që Skënderbeu në kanë harru, flamure në dashtë Fajkonica të Albania me në këtëja. Benedikt Mjallprus se kanë diqë shdokët, na em shefin që ka posë sërbë në dërës, ditën e shpallës pavarësisë. Na em shefin në histori që 1924 të garnizoni ushtrisë sërbë e konë. Në Dorës? Në Korçë, dhe 1924, në Dorës ditën e pavarësisë ka qenë një grupë. Ajo po është fakt historik. Njësi. Dikush e përmend, dikush se përmend, dikush po kishe ka qenë kështu, s'ka qenë kështu, së më rëndësi. Përveç Skënderbeut. Me rëndësi është që Shqipënia është shtetë. Përveç Skënderbeut, une po du me thonë që këtë traumën e humbjes histori, mu ma ka këthy Ushtria Shërimtare e Kosovës, NATO, natyrisht Ushtria Shërimtare e Kosovës që kanë diku me ardhë NATO, unë menoj që së më rëndësia ka shliru, mohu që këja qa o bo, se dikimi i saj qatë dit ka përfundu misioni që kësë kër i ka ronë NATO. Me sukses ka përfundu. Kanë mujtë, mo heq, mësë me luftu, kanë mujtë, mu marrë me qështje, mi marrë njerëzit, mi ndihmu, mi rujtë, mësë me pas me vërlojë për njerëz, po. Pra, unë e menoj që ajo konë madhështia e kësaj, edhe unë jam i gëzum që jetoj në epokën ma të artë të historisë shqiptare, që është Kosova e pavarën, që është një mrekulli historike, edhe Shqipënia në NATO. Unë jam konë student Shqipëni, për herë të parë kom hi Shqipëni 93. Po, dhe ndrejke, a njëna ju konë i këtë, që njëna u konë normal, s'di pëse u konë kurri. Kur ke hi i fillim? Se di qa, se kanë vadita, s'di qa kanë për. Se dështë njaj. Ka progres të jasakon shumë. Kush është? Unë e mendoj që është Skënderbeu, ka figurat mëdhaja historike, është Pjetër Bogdani, ka modernitet. Në kohën moderne, e ndaj Ahmet Zogën që i ka një hak historian, i ka një shumë hak, është themelu si shtetit modern shqiptar, Enver Hoxha gjysën e projekte, si shtash Albin Kurti që veç një ure ka maru, a këtu autostrat dhe këtë menojnë gjysa që i ka bo aj, mas 30 vjetë të shkon Enver Hoxha ose sistemi izolacion. Qarë, për kuptojmë klasimi. Pra, edhe sistemi në arsimore, këtë ja kalon Ahmet Zogu. Kam respekt madh edhe për Edi Ramën në Shqipëri, si sët, e shojnë krejt, pa ja kanë dru ftyrën Shqipënis, pej një popull që akuzu për hajduka, për killera, të në gazetat perëndimore, sët, shqiptarët kanë imidj, Edi Rama ka punu mirë në këto. Është Ibrahim Rugova për Kosovën, i cili ka jep një identitet edhe ka reflektu identitet pikrisht në qitë pjesën e konceptit, mindsetit, mentalitetit. Krejt Kosova ka rajt njëjtë. Dhe me honi ka fitu zgjirët me nënën Tereza dhe me popën, papazhën Polin, para në. Sëtë zgudzën mi për men, i heqin për zyreve. Shkurt, valon. Që kanë mëre këta, Qartë. edhe naturisht që është Hashim Thoqi, me me shok që e ka shpoll pavarësinë e Kosovës, po ato su në hjek për historiste, edhe dhe Republika më bo mas kësaj, si ato të Francës që bine hypin, që s'pa mërë me... Dhe 5 që janë ata? Edhe orë menoj që këta janë 5 personat e mëdhaj, për ndryshe një për personave naturisht që e kësha përmen me influencë, në historinë shqiptare është edhe Nëna Terezë, e cila ma shumë katolikës e shqiptare, me gjithat, në fund edhe shqiptarët hinë botën e modhit që e kanë një shenjtorë që e kanë Spanjën, Italianë të tjertë, që illuminuat me 3 shtatorë, edhe unë mendoj që edhe kjo një arritje shumë e modhe për kulturën edhe historinë shqiptare. Valon, unë të falenderoj shumë,
Mirë se edhe në knaqja se të folë për politikë baru ma zë. E vërtet, mund ka shihue shumë kjo bisedë, faleminderit edhe njerë, e ju shikues të dashur, mos e mbaroni kanalin, ne shihemi javën që vjen.